edhe unë kom frikë me benun shpiteme tash. Se po të rëzohet e 7 katë, unë e 1 katë jam, po, unë ma të përfundon jeta jam, edhe du të di, për që ta e martu, du të di që kush e përgjesi, pse nuk kontrollohet, pse inspektorati punës nuk e kontrollon gjenjen, po, të kush o kam thejet kërë, kush të tjesh kaktarë për vdekjen e anëtarëve të familjes sime. Ky është Ali Jakupi, njëri nga banorët e komunës së Gjakovës, i cili shfaqi shqetësim lidhur me pronën e tij në takimin e sotëm drejt për drejt me kryetaren e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila. Ankesa të ngjashme patën edhe të tjerë të cilëve ju përgjigj kryetaria Kusari Lila. Është e rëndësishme më bëj zgjidhje e cila i qetëson natyrisht palë, po cila të jep drejtën edhe të zhvillimit konform planeve urbanistike që ekzistojnë për lagje. Prandaj, gjatë këtij viti është prioriteti joni që përveç përmbylljes, do të thotë disa proceseve tjera që janë në kuadër katastrit, përmbyllet edhe rilevimi i bllokut të luftëtarëve. Në momentin kur të bëhet përgjith ka më bëu edhe për ju edhe po besoj që as gjeneratave mbasas tjerave nuk ka më lënë të lashe kjo punë. Të pranishëm në këtë takim ishin edhe drejtori për urbanizëm Xhelal Hoxha, si dhe drejtori për gjeodezi, kadastër dhe pronë Skender Tullumi, të cilët dhanë sqarime të nevojshme për shqetësimet e qytetarëve. Duke pasur parasysh numrin e madh të kërkesave të qytetarëve për të takuar me kryetaren e komunës për çështje të ndryshme, është bërë ky kategorizim sipas sektoreve të caktuara, e do të vazhdohet me të tjera çështje edhe ditëve në vijim.